s'ka pikuj. Për sa vitesh është kjo situatë? Kjo është kur prish demokracinë në dhe njëshin. S'ka be. Uj vinde më përpara, edhe u hoqën ato pombat në Mujalli atje dhe nuk është Pra që kur janë heqë pombat në Mujalli... Po, neve jemi pa pikën e Sa ujt. fshatra janë këte? Këte ka shumë. Deri në poshtë në meta i bje. Në meta, kurse në meta dhe tujte, vjen uj, vjen t'jandeja, nga Libofsha. Nga në tjetë. Vetëm kjo zona jonë, këtu është me vdekura nga t'i gjithë. Dhe një 6-7 fshatra? Po, be. Ky është kanali kryesor, Vjos Levanfir, edhe Po, zvjen uj. edhe zvjen. Më përpara ka ardhur. Ka punuar. Më përpara vaditeshin të gjitha këto. Kurse tani s'ka me, pik me. Më parë kur vaditeshin, qa kultura mbilleshin? Misër, fasule, çdo gjë. Tani, që s'ka? Që janë mëshirë të fatit, ja ku i kemi mbjellëve, zona, ja misri ime shej, ati e pikuj. Edhe shpresoj, po në pikëshi. Këto taksat i pagoni ju? Po, rregullisht. Edhe të vaditjes? Problemi me i madh për zonën tonë, ky ka qenë gjithmonë. Kemi kaq vite që ky kanal nuk ka pasur kur ujë, bile ky ka qenë damar i Myzeqes, që furnizon të tëra zonat nga Qiplaka, Rreth, Kolkonas, Ndërnena, Salibes, Libofshën, gjithë zonat ky furnizonte. Ka vite që ka ndërprerë, nuk vjen me ujë edhe... Pra kur thua damari Ne kemi shumë problem. Kur thua damari kryesor, është kanali Vjos Levanfir. Po. Në projektin që u beti me urën e Mujallis, që hithë ujnë me pompa furnizon të tërë zonën tonë, unë bile kam bërë një stan aty poshtë, unë e kam zgjidhur se kam bërë një pus, me ndati ujë baktive, kam 110 kokë dhëj. Me këto probleme... Banorët e zonës këtu, si e kanë zgjidhur problemin e... Banorët e zonës këtu i kanë lënë qahire, si që shikoni vetë. Misri është 1 metro, nuk ka pikën e ujtë, që është bakti nuk garë ngorth për ujë. Po janë akua ndonjëherë të bordi i kullimit në bashki, apo një institucion Tani kërkesa kemi bërë gjithmonë, po si ka marrë parasysh njeri, nuk ka ardhur një njeri që të thotë ore qa po bëhet, ku jeni, ku do vem, nga do mbytemi. Po këto taksat e vaditjes u marrin ju i pagoni? Ne të paguajmë tërë taksa toke, taksa ndriçimi, vaditjet, gjitha i kemi paguar, po ujë nuk i kemi. Ka ujë për të vaditur tokë? Ska, nuk ka fare ujë. Ujë nuk vjen. Ujë që vinte që nga Qandeja në përteja, më tanë, e kalon të aty, e pasaj, sa që s'ka me. S'vjen me ujë? Nuk vjen ujë. Prej sa vitesh? Prej sa vitesh? Ka, janë 3-4 vjetë ka. Po si e keni zgjidhur problemi, me qa i vadisni tokat? Si kemi vadit të fare, ne? Nuk i vadisim tokat. A ka ujë për vaditin e tokave se është si e thate e vetë? Nuk ka ujë, as vjen dhe as ka ndërmend të vi. Për sa vitesh është kjo situatë? Për disa vitesh. Po këtu kalon edhe kanali Vjos Levanfir, që duhet të ketë ujë se vjen plot. Vjos Levanfir, nëse keni parasysh ato pombat atje në Mujalli, deri atje vjen ujë, po do ngritur lart që të furnizon këto kanalet e. Më para ka funksionuar? Po, funksionon, në atë kohë. Po tani? Tani s'funksionoj, ma janë prishur i vodhën, i bërën pombat. Merët vesh të qaq bëra djetë qime. Kurse një pjesë vjen ujë nga rezervuari Thanës, vinde, po ato kanalet janë prishur, vjen deri në Libofsh dhe nuk zbretan dhe poshtë. Kanalet janë pa pastruar? Pa pastruar, pa reguluar, dhe kështu gjithë. Po këto taksa këto i pagoni, jeni ankuar të bordi i kullimit në njësinë administrative që të thonë duam ujë për vaditje? Po te njësia dhe kemi vajtur, po ta që qa do bënë ata, gjitha jo situate vështirë, kush i pastron, kush i regulon, të bordi s'kemi vajtur faktikisht.